i akuzuar Jon Hoti, gjykata i shqipton dënim me burg në përgjatë për 24 vite. Dënimi për 24 vjet e 6 muaj burgim ndaj Jon Hotit është aprovuar edhe nga gjykata e shkallës së dytë. Jon Hoti, i cili kishte pranuar fajësinë për vrasjen e dy fish që kishte ndodhur në një lokal në Klinë, ku mbetën të vdekur Albison dhe Recep Shlivova, ishte dënuar nga gjykata themelore e Pejës me 24 vite e 6 muaj burg. Lidhur me këtë vendim, avokati i të pandehurit Hoti kishte paraqitur ankesë në gjykatën e apelit, por kjo e fundit e ka refuzuar ankesën, duke marrë vendim për mos ulje të dënimit për Jon Hotin. Në këtë rast, ankesë të përbashkët kishin paraqitur edhe pala e dëmtuar, por kjo ankesë është refuzuar nga apeli. Çfarë kishte ndodhur? Në nëntor të vitit 2024, Jon Hoti kishte privuar nga jeta dy kushërinjtë të tij, Albison dhe Recep Shlivova. Hoti gjatë gjykimit që përmbahej në gjykatën themelore të Pejës kishte pranuar fajësinë, me që rast ishte shpallur edhe vendimi. Gjykata të njëjtit i shqipton për veprën penale vrasje e rënd, gjykata i shqipton dënim me burg në përgjatë për 24 vite. Për veprën penale, mbartjen pronësit, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve, gjykata i shqipton dënim me burg në përgjatë për 1 viti. Sipas aktakuzës së prokurisë themelore të Pejës, i pandehuri me 13 nëntor 2024 me dashje dhe me armë zjarri ka privuar nga jeta viktimat në Klinë rreth orës 14:11 minuta, duke vënë në rrezik jetën edhe të personave të tjerë që ishin prezent në lokalin ku kishte ndodhur vrasja e dy fisht. Sipas aktakuzës, i pandehuri fillimisht kishte kërkuar shtëpitë e viktimave, ndërsa më pas përmes rrjetit social Facebook i kishte kontaktuar ata dhe kishin lënë një takim në një lokal në qendër të Klinës. Pas një bisede disa minutëshe me dy viktimat, me të cilët ishin të ulur në të njëjtën tavolinë, i pandehuri Jon Hoti ishte ngritur në këmbë dhe duke qenë i kthyer me shpinë nga viktimat, kishte nxjerrur armën nga xhaketa dhe kishte filluar të gjuante në drejtim të tyre. Në ato momente, vëllai i viktimes, Recep Shlivova, dëshmitari ish, ishte hedhur drejt armës së të pandehurit duke parandaluar atë të shtinte më tutje, ndërsa arma e të pandehurit kishte rënë në dyshemi. Më pas, Jon Hoti ishte larguar nga vendi i ngjarjes. Si pasojë të shtënave me armë zjarri, viktima Albison Shlivova kishte gjetur vdekjen në vendin e ngjarjes, ndërsa viktima tjetër ishte dërguar pa shenja jetën në spitalin rajonal të Pejës.